Heroi është Arbëra Bilaliaj, goli i të cilit vendosi gjithçka në ndeshjen përmbyllëse të edicionit futbollistik në Qemal Stafa, teksa flamurtari fiton kupën e 62 të Shqipërisë. Triumfon pragmatizmi dhe qetësia e kuqezinëve të Ernest Gjokës, që përkundrejt problemeve të fundit me largimin e 2 lojtarëve, portierit Shpëtim Moçka dhe mbrojtësit Erion Dushku, ja ka dalë të superojë me sukses artillerinë e rënd kuksiane. Verilindorët zhvilluan velum të madh loje, krijuan edhe raste të volitshme për shënim, por vuajtën në finalizim. Boja dhe Çikallëshi nuk ishin në gjendje të kurorëzonin mundi dhe djersën e ekipit të Kuksit, që dështon në finalen e parë në histori në Kupën e Shqipërisë. Kuksi kënaqet kurorës së nënkampionit, ndërsa vlonjatët me fitimin e Kupës së Shqipërisë sigurojnë pjesëmarrjen në Europa League. Dëshpërimi i madh në radhët e kuksianëve. Nëse fitonte skuadra e Starovës, atëherë në Europë do të shkonte edhe Teuta. Ka ndodhur ndryshe. Ka fituar flamurtari dhe trofeu i dytë kombëtar për nga rëndësia shkon në Vlorë. Kuqezin dëshmuan pjekurinë një ndeshje të tillë të nxehtë psikologjikisht, çka dëshmon se janë mësuar me trofe. Flamurtari është shpallur kampion i Shqipërisë në sezonin 1990-1991, ndërsa e ka fituar Kupën e Shqipërisë 4 herë, në vitin 1985, 1988, 2009 dhe së fundmi në vitin 2014.